Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Burrat më pasionant sipas horoskopit. Në vend të parë, dashi. Dashi është kombinimi perfekt i impulsit, pasionit dhe guximit. Kur ai pëlqen dikë, nuk e fsheh. E tregon me energji, me iniciativë dhe me dëshirë të fortë për të dominuar në gjithçka që bën. Burrat e kësaj shenje janë të zjarrt, të shpejtë, të drejtë për drejtë dhe krijojnë shkëndijën që të bën të dridhesh. Me dashin nuk ka monotoni. Çdo moment është emocion, zjarr dhe adrenalin. Në vend të dytë, Luani. Luani është burr që do të bëjë të ndihesh shumë e veçantë. Është i zjarrt sepse e do dramën, romancën, kontaktin, vëmendjen dhe lojën. Kur vjen puna te pasioni, Luani është i fortë, i sigurt, dominues dhe me një magnetizëm që nuk kopjohet. Luani jep shumë sepse i pëlqen të marrë shumë, dhe kur hyn me emocion e bën gjithçka me 100% e vet. Në vend të tretë, Akrepi. Akrepi është shenja më magnetike e horoskopit. Nuk ka burr më misterioz, më tërheqës dhe më intensiv emocionalisht. Energjia e tij është e errët, e thellë, e zjarrt dhe të bën të humbasësh nocionin e kohës. Ai nuk është thjesht pasionant, është përcaktimi i vet pasionit. Është një burr që nuk harrohet lehtë. Në vend të katërt, Shigjetari. Shigjetari ka zjarr natyral, është aventurier, lojtar i lindur dhe plot adrenalin. Ai është i zjarrt sepse nuk e sheh intimitetin si rutinë, por si përvojë, lojë, çmenduri të bukur. Burrat shigjetar janë spontan, energjik, të papritur dhe kur hyjnë në një lidhje fizike japin një lloj lirie dhe zjarri që të bën të humbasësh kontrollin.